Kur nis një eksperiencë si ajo e Big Brother VIP, askush nuk mund t'i parashikojë me saktësi dinamikat që do të mbeten, pasi dritat e studios të fiken. Historia e televizionit ka treguar se përplasjet e forta brenda shtëpisë ose komentet thumbuese nga karrige e opinionistit shpesh përfundojnë aty ku nisin, në ekran. Por rasti i Monika Kryemadhit dhe Brikenës ka provuar të kundërtën. Një nga miqësitë më të papritura dhe më të bukura të lindura pas spektaklit. Gjatë transmetimeve live, raporti i tyre nisi me kurreshtje dhe analizë të ftohtë. Monika, në rolin e opinionistes, nuk kursente analizat e saj të drejtpërdrejta, vëzhgimet padorashka dhe kritikat konstruktive për lojën e Brikenës. Nga ana tjetër, Brikena, si një banore që përjetonte çdo emocion brenda shtëpisë me intensitet, jo gjithmonë i priste me lehtësi ato komente. Megjithatë, kjo dinamik mori një kthes të plotë natën kur Brikena la shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Pasi u fshin emocionet e garës dhe presioni i kamerave 24/7, të dyja gjeten hapësirë për të biseduar jashtë kornizave të televizionit. Ajo që nisi si sqarim i thjesht pas studios, u kthye shpejt një njohje thellë natyrale. Monika vlerësoi te Brikena sinqeritetin, energjinë pozitive dhe forcën për të qenë vetvetja, ndërsa Brikena zbuloi te Monika një grua mbrojtëse me përvojë dhe jashtëzakonisht mbështetëse. Sot Monika dhe Brikena nuk janë thjesht dy figura që ndanë të njëjtin format televiziv, por dy sllegë që gjejnë kohë për kafet e mëngjesit, bisedat pafund dhe mbështetjen e ndërsjellët në çdo hap. Fotogaleritë të tyre në rrjetet sociale dhe udhëtimet e përbashkëta tregojnë një kimi të natyrshme, ku e shkuara e Big Brother VIP mbetet vetëm një histori e bukur se si nisi gjithçka. Aty ku publiku priste distancë apo rivalitet, Monika dhe Brikena treguan se pas kamerave fiton gjithmonë njerëzorja, duke kthyer një përplasje opinionesh në një nga miqësitë më të sinqerta të këtij edicioni. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!